flasim sot për një shfaqje vërtet shumë interesante, Këmbana e Zgjimit, por me këtë do të flasim ne për këtë shfaqje, me një personazh vërtet shumë të dashur për të gjithë shkodranët, por jo vetëm. Simon Shkreli, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Noela, është kënaqësi me kënë bashkë prapë në studio. Po që na kishte marrë malli të çimnin në televizor. Ke humbur fare. Mendoje edhe një herë se dëshiron publiku shkodran të shohti. Dhe më hanë të thu me vunë kolaren dhe kostumin edhe... A ba atë që ti të bësh ti më mirë? Simon, Këmbana e Zgjimit, një shfaqje vërtet shumë interesante. Si e gjete veten në këtë shfaqje? Atëherë, ishte me motive nga Fausti Goethes. Edhe u mendu nga familjetari i Shkodrës bashku edhe me Këshillin e Kishës, me Jolanda Trumzën, pra do më lashtë dhe Jolanda, më ftuan dhe më thane me ba një shfaqje për Pashkë, për festën e Pashkëve. Dakor të thasha, keni menu nëj tekst, keni menu nëj gjadin, se po mendoj edhe unë, po në që ose keni menu ju, a që dhe ma mirë. Edhe profesoresh Jolanda më thot, ka menu diçka nga Fausti Goethes. Më thonë drejtën njerë, u trema. E drejt. U trema, po të Afrikë. Atëherë, bona një zgjidhje që mendoj që kjo ka kanë qilësi i suksesit kësaj shfaqje. Unë i thash, a ka tri, po e ka biri, sjelli, edhe pa bëjmë shfaqjen. Pa i njoft, pa ditë kush janë, thjesht ndoshta e kanë pa për ftyrë ndokun, nuk e di çfarë talentit mund kenë, por gjithmonë të mendu në atë parimin që gjithkush ka një talent dhe ka mundësi me dhanë. Dhe mendoj se ky ishte çilësi i suksesit kësaj shfaqje. Mandej u angazhuan Mark Hilaj, një aktor me plot gojen, të them vërtetën, që mu vjen shumë keq, që unë nuk e kam njohur më përpara, me Tomasin Delin, të cilët ishin Mefistofeli dhe Fausti, pra ata dy personazhet kryesore. Mandej, unë arrita që ta shpërndaj tekstin qoftë të engjëjve, qoftë të korit të engjëjve, qoftë të korit të dishepujve, qoftë të Zotit që paraqitet aty, ta bëj me rinin, dhe të bëj një lloj korit, po thujse si ato koret antike, duke imitu koret antike të veprave antike. Dhe ma beso, djemtë e vajzat, tri që janë shkollave të mesme, të viteve të para, dyta të universitetit, që nuk është se më erën me zanatin e aktrimit ose me teatrin, po thjesht kanë dëshirë, recitojnë ndonjëherë, prezantojnë ndonjë aktivitet, kanë punu aq mirë, kanë bërë një punë të jashtëzakonisht shkëlqyer, që unë pikërisht këtë e kisha frikë. Por prapë mendoj, çelësi i atij suksesit ishte që secili e ka vendin e vet. Dhe nuk ishin pak, ishin 12 në skenë. 12 në skenë. Një numër goxha i lartë për të menaxhuar, për të sistemuar. Numri, jo, ajo që mu më gëzon fakti se kena rini shumë të mirë, rini të mrekullueshme. Pra, të kesh 10 adoleshenta në skenë të cilët kanë dëshirat tjera, ëndrat tjera, qefet tjera, mendime krejtësisht tjera, dhe të arrish t'i mash në prova, të bash prova çdo ditë, për rreth 1 muaj e gjys kemi bërë prova. Mendoj nuk duhet jetë as pak e lehtë, sepse përveç se janë një trup jo profesioniste. Ata ma kanë bërë mu të lehtë punën. Ma kanë bërë shumë të lehtë punën, sepse kanë shumë të nikjushëm, shumë të mirë, se cili ka ato talentet e veta, mundësit e veta, dhe nuk është se ma kanë fsheh, pra unë mund të baj këtë. Adin si ta po të kalzojnë ty ma vonë, si që ndodhër nga një herë me ne. Por, ata e kanë shfaq, edhe unë e kanë pas shumë të letë mandej me punu me ta. Mandej, mi menaxhu, ishë fëmi, dhe ma hanë fëmi, rini shumë edukume, shumë mirë e formume. Dhe për çudi janë nxënësat mirë të shkollave të mira të qytetit, të shkollës të mesme, janë studentat mirë ata të cilët studiojnë në universitete, janë fëmijë të përkushtuar, fëmijë të cilët
angazhohen në aktivitete të ndryshme në familjinë Zoja Shkodrës. Këtu në Shkodra angazhohen në aktivitete ndryshme, qoftë në aktivitete vullnetare, qoftë në aktivitete të cilat i kërkohen. Pra, janë ajo rini që thonë, dakord, unë po vi, po bëj një punë, se sa po rri klubesh. E kjo është një gjë e mirë në fakte, kjo është një shembull dhe një model tepër i mirë e tepër i lavdërueshëm. Përveç atyre kisha një pjesë edhe me këngë, normalisht sepse lufta mes mirës dhe të keqes, motivi i pashëve, fitoria e të mirës, pra ringjallja ose kthimi, pra fitoria e jetës mbi vdekjen, jemi mundu që ta stilizojmë në formën një ringjallje të Krishtit dhe të fusim këngë, të cilat i përshtaten kësaj, siç mund të jetë Aleluja, Krishti unë gjallë, cilat janë këndu qoftë nga Josefina Delia, edhe si soliste, por janë këndu së bashku edhe me pjesën tjetër të rinis kori. Dhe në fund, gjaja ma bukur, ishte në fund, ku në vend se të përshëndeteshin, fillimisht, kur gjithë kush pret, pjesë të shfaqjes kemi fut ku secili nga pjesëtarët e trups me një kosh me vë, ja shpërndan publiku dhe shkojnë secili te publiku, pra dhe publiku mur ato vezë të pashve. Elementin simbolik të pashkëve. Simbolin e pashve. Dhe mendoj, për mua ka një eksperiencë shumë e mirë me ta, edhe një knasi me punu. Dhe gjë, talente ka gjithkon. Problemi është, ti duhesh mi. Ti zbulojmë. Ti duhesh mi angazhu. Dhe mendoj, në aktivitete vullnetare, nuk bën me përjashtuka. Kjo është suksesi, sepse në fundit ti nuk jetu punu me një buxhet të madh, jetu bën një diçka të madhe dhe të duhen super profesionista, ban audicione, ban përzgjedhje. Problemi është këto tri ti marrim, ti largojmë nga celulari, ti u japim sepse dëgjoj, ne kemi marrë Faustin jo për kthimin në standard, për kthimin e pashkogjeshit në Gegnishte. Qellaj prap ka. Pra kemi kthy. Pra tjetë pak më... Pra tjetë, sepse problemi është këto. Mja afru sa ma afër këtyne. Po përveç asaj, me pas ata mundësi me lexu një vepër si Fausti, me bën një lloj analizë të personazheve. Kjo është më rëndësishme në fakt, se leximin mund ta bëjnë, por një analist personazheve, një analist të veprës, më në thellësi dhe duke pasur mundësinë që në një farë mënyre të futen ta vetë brenda te kjo vepër. Me ditë edhe pse po e bën këtë veprim ose pse po ec këtu. Nuk është shive, a din sa e lehtë është me punu. Sidomos kur i ke edhe të disiplinum, edhe të hareshëm, edhe të pa disiplinum, nga një herë, jo shpesh herë, edhe të pa disiplinum, po i ke dashamirës për atë që janë që dojnë mi e ba. Pra e dojnë atë, sepse po nuk e deshta që jetu e ba. E vërtet, nuk lodhe shkot. Një aktor profesionist e kryen detyren. Po me kryen detyren nuk mjafton. A kupton? E drejt. Por këta për shkakun kanë dhënë, mendoj se kanë dhënë një imazh jashtëzakonisht mirë. Qoftë edhe për vetë vendin ku ka ndodhur. Mos harrojmë se kisha katolike, etrit e kishës katolike në vitet e më parshme, këtu e 100 e sa vite më përpara, kanë promotor të atyre lëvizjeve kulturore, të qytetit, jo vetëm qytetit Shkodrës, por edhe të komit shqiptare, dhe mendoj se është detyrë edhe e famullive të ndryshme, edhe si në këtë rast famullia Shënshtjevni, që ka aktivitetet ndryshme, qoftë me biblioteken, qoftë me ekspozita ndryshme, shumë shpejt apo fillon prap edicioni 2 i Panajirit Librit atë, ka zhvillon aktivitete, koncerte muzikore, dere në ka hapun gjithmonë edhe kush don më shku me ba një aktivitet mbrana asaj kornizës
që i din vetë ata, por duhet me sjell një diçka. Për shembull, te shfaqja jemi mundu, jo me bën një shfaqje alla klasike, po me bën një shfaqje ku shkon drejt atij teatri alternativ me motive antike ose me motive klasike, të stilizume gjitha. E këtë puna kanë bërë ata djemë e vajza në mënyrën më të mrekullueshme. Me një drejtim të mirë të ndin, se duhet thënë edhe merita jote, se pa një drejtim të mirë, asgjë nuk do të kishte shkuar dhe nuk do të ishte kopsitur kështu siç edhe ka shkuar. Tash ai do me fol për Belulin apo për mua? Si e priti publiku? Më trego pak se mendoj duhet të kesh qenë kurreshtar për të parë dhe reagimet e njerëzve. Nuk e kam dyshu se publiku, dhe me të vërtet ka një publik jashtëzakonisht i mirë, që vinë, që ndjekin aktivitetet ndryshme, dhe aktivitetet që zhvillohen aty në sallën Kardinal Koliqi në Famullin, Zoja Shkodrës. Dhe ka një publik shumë i mirë. E ka prit jashtëzakonisht mirë, sepse nuk është se është një shfaqje shumë e gjatë, është 35-6 minuta, kështu diçka, por problemi është që nuk u një telefon, nuk u një njeri të fol. Përveç në momentin kur fillon e hapet perdja, që fillojnë ata nanat tezet, që janë ato i shohin fëmijët e vetë, dhe qyre shife adin, dhe mandej heshtje. Po heshtje totale, deri në fund. Dhe mandej që ishte edhe bukur ishte se kjo me këngën Aleluja, Krishti unë gjallë, me shpërndarjen e vezve nëpër publik, u fut edhe publiku në valët, thëmë, kështu edhe u mëll në mënyrën shumë bukur. Dhe publiku kanë prit shumë mirë, bile kam pa printe këtyne djemve vajzave, jashtëzakonisht kënaqur me fëmijët e vet. Dhe kjo është shumë e rëndësi. Se nuk ka rëndësi, vine më thojnë mu urime, sa bukur e ke bosh faqen, bravo të kjoft njën e tjetër. Për mu është satisfaksion. Është jashtëzakonisht kënaqësi e madhe, adin. Por me rëndësi ka që ata prind i kanë pa këta fëmijë që i kanë ardhur çdo natë, kanë ndaj nga 2 orë në prova, dhe në fund kanë pa që ja pas ka vlejt që kanë ardhur fëmija. Kanë pa një rezultat. Pra, kanë pa një rezultat, ja pas ka vlejt, mi pa se kanë ba diçka të bukur, na kanë dhuru një diçka të bukur. Dhe unë ju kam thonë, ju jeni të i dhonë një dhurat jashtëzakonisht bukur famullisë, me këtë rast të pashkve. Është një peshqesh, një dhurat shumë e bukur që po jepet me rastin e fesë pashkve. Dhe janë këto aktivitete që kanë rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për të rinjt që bëhen pjesë e këtyre aktiviteteve me performancën e tyre, por për krejt komunitetin. Mendoj e para sepse shohin diçka ndryshe, diçka të bukur, por ajo që është më rëndësishmja, shohin një rini të bukur, një rini punëtore, një rini e cila bën gjëra të bukura, edhe si thuhet ti, edhe pa pasur talentin, pa qenë një aktor profesionist, pra realizon diçka të bukur. A na duhen më shumë aktivitete të tilla? Dëgjoj. Duhen aktivitete të cilat i angazhojnë drejt. Jo aktivitete se duhet me bërë sepse ha përcaktuar në kalendar atje. Pra duhen këto lloj aktivitete. Shive, unë ju thosha shpesh atyne, njeriu mbrana 24 orëshit, nuk kam shpikun, se jam aq i mençur. E kam një edhe ndikun. Mbrana 24 orëshit, 8 orë i ka gjumë. Mesatarisht, mund të thënë ma pak. 8 orë punë. A u bën 16? 4 orë i ka të mjaftueshme me hangër, me pi, mu la, mu shpla, me pa lajmet, 4 orë tjera i ka bësh. Mjafton 4 orë një javë, me bë një punë vullnetare, në shërbim të komunitetit, sepse edhe kjo është në shërbim të komunitetit një shfaqje. Edhe një, po them, një organizimi një turnev të volejbollit në lagje, është në shërbim komunitetit.
Dhe tu I pas këta aktivitete, kena ma pak fëmijë të cilët na therën thika, kena ma pak fëmijë të cilët na shesin drogë nëpër shkolla dhe nëpër oborrat shkollave apo në afërsitë shkollave. E vërtet. Kena ma pak prind të cilët nervozohen dhe stresohen se s'kan ku I çojnë fëmijët nëpër aktivitete. Edhe Sepse kjo është një problematikë shumë e madhe. Unë e ti e dim këtë punë, Po. se I kemi fëmijët edhe e dim, domethënë I kemi në ato mosha që Ku ta çojmë, po. ku ta çojmë se duhet ta ende më çu. Fiks. E para, domethënë mandej se zbulohen edhe talentet tjera. Po. Kupton? Zbulohen edhe talentet tjera, dalin talentet tjera. Dikush mund të jetë I mirë me knu, dikush tjetër mira një instrumentit, dikush tjetër në voleibol, dikush tjetër në basketbol, dikush tjetër në pikturë. Për shembull, para do ditësh u bë një panajër me punime të persona me aftësi ndryshe. Po, krijimtaria e Fantastik. ëngjëjve. Punime Vërtet, fantastike. Shumë të bukura. Pra, punime fantastike. Dhe e kanë bërë pikërisht këta tri. Po. Kjo rini, me të cilë këllon punoshëm. Sa që nga herë thoshëm, duhet me lënë diçka për me bën diçka. Na kupton? Duhesh majmen me një prej vajzave, thotë nesër thotë, du me ikë se në ora 8 du me ikë me mësu se nesër kam provim. Dhe ishin ato ditë që u dote paksa mu shtërngu më në prova dhe I thash, dakor, shtyje një orë ma tepër mësimin, më rrej një orë në prova. Se nuk mundesh. Problemi ishte se jo, du më shku në mësim, në rregull, shkoj në mësim. Nuk ke se çka man. Tjerë për shembull që shifet përkushtimi tyne, angazhimi tyne. Pra, Por është vërtet e kënaqshme kur dëgjon që flitet për të tillë rini, se rëndom shohim këtu është edhe një pjesë faje e televizioneve që edhe prezantojnë, por edhe promovojnë disa modele jo fort kënaqshme dhe jo fort lavdërueshme. Dhe vërtet jam shumë e lumtur që paktën përmes hapësirës së emisionit të mëngjesit ne kemi mundësi të tregojmë që e kemi këtë rini dhe kemi këtu afër, mjafton thjesht të angazhojmë. Unë kam pas fatin me punu edhe me disa shkolla ndryshme. Kam pas faqe me talla, kam pa fëmijë, kam pa në shkollat edhe në shkollat nëntëvjeçare. Mjafton me pas ide të qarta, programe të qarta dhe jo qoftë shkollat, qoftë institucionet publike, të mos mingarkohen me burokracina letrash, a kupton? Ndërkohë që ti orientojnë fëmijët drejt atyne që janë aktivitete dhe jo hajtë ti bëjmë se duhet mi bërë. Pra, unë kam pa talente të jashtëzakonshme në zonat rurale, në zonat urbane, apo të ardhur nga zonat rurale, pra për mu shkollu në shkollë, talente të jashtëzakonshme. Ndërkohë kam pa aty ku pritte me pas talente më të mëdha, antitalentet më të mëdha. Edhe këtë kam pa. Por problemi është dush mi gërshëtu, mi motivu këta, me pas arsye, sepse me ardhaj, mënyra, mandej... Ky është Chelsea. Edhe ky është, mendoj, elementi kyç për çdo lloj aktiviteti, çdo frymëzimi I rinis. Pra ta motivojmë të rini, ta frymëzojmë për të bërë këto gjëra të bukura, për shkuar drejt artit, për shkuar drejt bukurës, për të mos kaluar një orë në kafene, apo pra, se për shembull, po të marrim qoftë Aleksandra që ishte pjesë e shfaqjes, nxënës e shkollës mesme. Markusi është nxënës I shkollës nëntëvjeçare. Nxënës I shkollës nëntëvjeçare, një djalë I cili ditën e ka të plot të angazhuar vet. Pra I bjen edhe organos në kish. Merr pjesë në kurse, shkon te kori, ku digjon, edhe ta lën aktivitetin për shembull, ai kanë pas më shku një ditë në ekskursion, nuk e di se kur I nia, jo, du mu përgatit se kam test në fizik, pra. E planifikon vetë. Nxënës I shkollës nëntëvjeçare. Mandej është Klevisa, që është nxënëse e shkollës mesme, është Amela që është studente, është Nikola që është student, është Fiorella që është studente, është Gracie që është studente, dhe ata kanë ardhë
edhe në kuptimin thojza e humbin kohën të ofru një diçka me aq sa ka mundësi. Dhe detyra jonë, ne ma traditonëve, është me i gjetë dhe me i angazhu. Po. Sepse ata mund t'japin, se kanë potencial. Pra i kjo rini. Se nuk po flasë, për shembull, Tomi Delia ka lujt në shfaqje, unë kam punu me ta. Marku ka lujt në shfaqje ndryshme, ka dhënë dhe jep kontribut, bile është në ata që e ka ideu dhe e mban së bashku edhe me famullin e Hajmelit, Betlehemin në Hajmel, pra një djalë që ka dhënë gjithat, pra si ide, si gjithçka angazhohet, me gjithë shokët edhe të tjerë, angazhohet për me bëhet punë. Ka lujt shumë shfaqje me trupa ndryshme, qoftë në Lezhë, qoftë në Shkodër, me trupa amatore. Them kështu, të angazhum, që për fat keq, unë hera parë që punoj me ta dhe më vjen shumë keq që nuk kam njoft ma përpara, se normalisht një fjalë, kur kam mujt me e thanë fjallën të teatri mi gjeni se jam në ngrata. Pra, aso kohë kur u punote, edhe kishim aktivitet dhe kishte nevojë për figura, për personazhe, për gjana për tjera, do ishte kanë pjesë. Prandaj, duhet na me kanë shumë vëmendshëm. Mi angazhu këta tri, ma aq sa mundë. Ma aq sa mundë. Pra, s'po them ma, po një orë në ditë është mjaftueshëm. Mjaftueshëm për mu angazhu, për mi koordinu, për mi angazhu këtë lloj rinjet, e cila ka me thonë një produkt jashtëzakonisht mirë dhe nesër kam i shërby për formimin e tyne dhe e dyta janë vetë ata të cilët kanë mu angazhu, kanë me ecë ma përpara, kanë mi angazhu të tjerë, se pra është zinxhir, efekt zinxhir. Vinë të marrë shokun, për shembull, një djali teknik, aty pëlqeu muzikën, punou me dritat, Mateo Curi, në zanësi i shkollës mesme. Perfekt, fantastik. I vëmendshëm, i sakt, vite me dëshirë, po gjithë kjo rini, këtu e ke, s'me thonë aty ke pas, po s'më garan mend. Po. Është ajo që thash, duhet motivim, por duhet edhe vizioni për t'i angazhuar, pra për të gjetur tamam atë aktivitetin që këta të përfshihen. Mendoj se edhe na, normalisht ditën e kena shumë ngarkum, jeta është bërë shumë dinamike, si thonë me mëzi shpres me hek puc ku shkoj shtëpi edhe. E drejtë edhe kjo. Edhe këta, po. Në disa komunitete ku mund të angazhohen, njerëzit duhet edhe me dhënë ide. Normalisht, unë që jam punë, ti që jenë punë, nështë nuk mund të angazhohen atë shumë. Po mund të angazhosh një tri cili ka ma tepër kohë në komunitimin. Edhe dëshirë ndoshta. Edhe dëshirë me punu me tri tjerë. Edhe krijon këto shfaqjet pastaj vërtet shumë bukura, shumë të këndshme, por mbi të gjitha me mesazhe shumë të forta për t'i parë, për t'i shijuar. Absolutisht, sepse thash edhe më parë, tu japësh trive Fausit, të mahana, me lexu, pavarësisht se e ka në shkollat mesme, nuk ai lehtë më lexu. Ti u japësh ta zbërthejnë, ta analizojnë, bëjnë analizë personazhesh, të krijojnë raportet që janë disa gjana të nevojshme për me funksionu një shfaqje, të mësohen me ato drita, me ato efektet që i ka shfaqja, me ato mundësit që prodhohen që i banë në sallën Kardinal Kuligji, nuk ka pak. Pra me ditë me dojnë dritë, me ditë me ikë dritës, me ditë mos me mbulu partnerin. Janë disa gjana që... Duken tekniket vogla, por janë shumë të rëndësishme për një mbarvajtje të mirë. Ata e kanë banë në mënyrën më të mirë. Për mu. Atë sa... Por publiku është damram shumë i kënaqur dhe kjo është satisfaksioni më i madh për mu, sepse ai publik i ka dorë trokit ata të ri që janë befasu se sa të ri të mirë pas kena dhe sa të ri të mirë talentum. Ndërkohë çdo ditë i kanë pa në pra burre.
në për rrugica. Po ndonjëherë duhet dikush të na e thotë. Edhe kemi nevojë që të na thotë dikush që kemi rini të mirë, se na jep shpresë, na jep motivim, na jep një lloj energjie të mirë dhe shpresoj t'ju anis ditën kështu me energji të mirë, duke ditur që kemi një rini vërtet shumë të mrekullueshme. Simon, falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë intervistë, por mbi të gjitha për punën e palodhur që ke bërë. Faleminderit ty Noela, turoj suksese. Edhe ishte me të vërtet në cimos, këna full ka herë bashkë. Shpresoj të të shohim më shpesh në ekran. Faleminderit edhe ju mi që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.